Përshëndetje miq, këtu i kam sjell peshk kocë në furrë. Peshkun e kemi pastruar, e vendosim si të veshëm me letër furre, shtojmë domate, qep tropea, kaperja, 2 thelbë hudhër, krip, piper, disa feta limoni, pak majdanos të freskët. Unë këtu e futa në furrë dhe harrova t'i hedhja vaj, e nxora mi qujtova, e nxora nga furra dhe i hedhin vaj. Një ndodh në njerë juve, apo jo, më falni. E pjekim në furrë për 25 minuta me 200 gradë dhe kemi gati. Këtu përgatita një salat me finok. Këto pjesën e finoku si që pat gjethet e para nuk i hedh. I mbaj për në një sup, e keni parë dhe videon, edhe pishtat, gjethet e finokut i lejnë minjan, për të stordisur salatën. Këtu kemi karota finok të grirë me mandolin, si që pate kriposa, hedhim në një tas, hedhim pak vaj ulliri, pak lëng limoni në kavanos, pak uthull molle, e përzimi e mirë dhe ja shtojmë salatës, ja ku e kemi gati, peshkun me salatën, kur thot Eli, qa tash me sy. Ju përshëndes, ciao ciao.